Sigurisht u kënaqesha shumë, ishte një gjë që e bëra me shumë qejf, arrita të jap atë që unë kisha vizualizuar, por nuk po them nuk fitova dhe nuk do shkoj më. Po them që nuk mora atë që të paktën meritoja, që ishte top 3-sja e festivalit. Në momentin që unë nuk e marr atë, kuptoj që pse duhet të shkoj. Pra nëse do dilja i treti, patjetër që do luftoja për dali i dyti edhe i pari, dhe gara këtë e ka. Por në momentin që unë shoh që kështu ka qenë votimi i publikut me SMS dhe i votave në international, në web dhe diaspor, dhe ndërkohë shoh që një uri e cila supozohej të ishte deri diku pro gjëres moderne, më voton ashtu siç më voton, është pak për mua, është pak e pafalshme. Jo për mua si artist, po për çdo artist, qoftë për Elvanën, qoftë për dikë tjetër. Pra, nëse ti pretendon që një festival, ti po shohësh San Remon, po mirë, po Iria, gjithashtu mbështetet një gjë moderne. Mua shkodra elektronike moderne më duket. Atëherë, atë ndalemi këtu. Pra, nëse ti, mendësia jote si kozet, pra ti më thua që unë jam personazhi i cili vlerësoj gjërat ndryshe dhe të bukura dhe ritmike dhe moderne, jam shumë dakord. Shkodra elektronike kishte një super këngë dhe i uroj shumë suksese me qira fjala. Por si mundesh ti të vlerësosh një gjë moderne dhe ndërkohë një tjetër moderne që isha unë e nxjerr në vendin e 10 me juri në vendin e 7 në vendin e 8, domethënë pra nuk ka një lloj më kupton, nuk ka është double standards. Pra ti nuk mund të vlerësosh një balad. Po edhe festivali evropian i yti që ti e ke kaq shumë për zemër, në vite ka treguar ndryshime, ka fituar një grup dethi, ajo nga hard rock Aleluja, ka fituar ai portugezi vetëm me një kitar me një gjë totalisht akustike, ka fituar Ruslana me Tupana, e të tjera e të tjera. Patjetër, por në një festival kur është vlerësuar Ruslana për një këngë ritmike, është vlerësuar edhe një këngëtare tjetër me këngë ritmike. Më kupton? Pra ka një farë logjike në vlerësimin tonë si juri. Kur unë nxjerr fytyrën, unë si artist pëlqej këngët moderne. Nëse unë do isha në juri, për shembull, do kisha vlerësuar Shkodrën elektronike, Elvana Gjatën, Arditin, X-in, Y-in, Alisin Çencika Xhetin, whatever. Por nuk mundem që në një festival ku unë vlerësoj, po themi, Shkodrën, Elvanën, Arditin ta lë në fund, sepse ka një gjë përtej kësaj. Dhe kjo është arsyeja pse unë e rimendoj në qoftë se do marr pjesë në festival. Jo për arsye se nuk fitova, sepse unë kisha shkuar për të konkuruar për të fituar patjetër, çdo njeri e bën këtë gjë. Por nuk ishte ky kushti. Ama never say never. Kështu që patjetër që kjo është një ëndër që unë do ta plotësoj, mos sot nesër pa diskutim dhe unë do ta kem riktimin tim. Madje unë isha edhe i ftuar në një nga partit e Eurovizionit në New York për të performuar dhe po ashtu pata ca ftesa për turet, kështu që impakti internacional ka qenë shumë i rëndësishëm për mua dhe kjo është një pikë